Prej disa ditësh, rrjetet sociale janë ndezur nga aludime të forta se Louise Ailey mund të ketë tradhtuar Kiara Titon, një thashëthem që u përhap me shpejtësi marramendëse dhe që u kthye në temë kryesore diskutimi në portale, forume dhe komente. Çdo video, çdo foto dhe çdo detaj jetës së tyre së fundit është analizuar deri në ekstrem, duke shtuar edhe më shumë zhurmën mediatike. Shumë prej ndjekësve kanë mbetur të hutuar, të tjerë janë të zemëruar, e disa të tjerë kanë pritur me kuriozitet që çifti të reagojë. Por ndërkohë që portale të ndryshme kanë shfrytëzuar këtë situatë për klikime, njerëz të afërt me çiftin kanë thënë se këto zëra janë të fryera artificialisht dhe se realiteti është shumë larg asaj që po qarkullon publikisht. Në mesin e kësaj vorbulle lajmesh, figura që ka vendosur t'i jap fund thashëthemeve është nëna e Kiarës, e cila ka dalë publikisht me një reagim të qartë, të prerë dhe emocional. Ajo ka deklaruar se çdo aludim për tradhti është një gënjeshtër e madhe, e fabrikuar nga individ që s'kan tjetër qëllim veç se të prishin qetësinë e familjes së vajzës së saj. Sipas saj, është e padrejtë dhe e papranueshme që emri i Luizit të hidhet në baltë pa asnjë provë, vetëm për të krijuar drama të kota. Reagimi i saj ka bërë bujë të madhe, pasi ajo rrallëherë ndërhyn publikisht dhe pikërisht kjo e ka bërë deklaratën edhe më të fortë dhe më të besueshme për shumë njerëz. Nëna e moderatores ka treguar se Luizi është njeriu tek i cili Kiara ka gjetur jo vetëm dashuri, por edhe mbështetje, siguri dhe stabilitet emocional. Ajo ka kujtuar momente nga jeta e tyre familjare, duke thënë se Luizi ka qenë njeriu që nuk e ka lënë asnjëherë vajzën e saj, sidomos në periudha të vështira. Sipas saj, një njeri që e ka ndërtuar marrëdhënien mbi respekt dhe sakrifica nuk ka arsye të tradhtojë. Ajo theksoi se ndjenjat mes tyre janë të forta dhe të qëndrueshme dhe se njerëzit që i njohin nga afër e din mirë këtë. Sipas saj, dashuria e Luizit për Kiarën është një gjë që shihet në çdo gjest, në çdo fjalë të tij dhe në mënyrën se si ai e trajton vajzën e saj çdo ditë. Ajo ka vijuar duke thënë se portale të ndryshme shpeshherë krijojnë histori që nuk bazohen në realitet dhe se njerëzit priren t'i besojnë pa verifikuar asgjë. Për këtë arsye, ajo u bëri thirrje të gjithëve që të mos ushqehen me lajme të pavërteta dhe të mos bien pre e manipulimeve online. Ajo tha se familja e tyre është mësuar me thashëtheme, por kjo situatë i ka kaluar kufijtë normales, pasi po përpiqet të dëmtojë një çift që ka ndërtuar gjithë marrëdhënien e tyre përpara publikut. Edhe pse Kiara dhe Luizi kanë zgjedhur heshtjen, nëna e saj mendon se është detyra e saj si prind të mbrojë vajzën dhe ta thotë të vërtetën hapur. Në përfundim, nëna e Kiarës deklaroi se vetmi e vërtet është kjo. Luizi e do me shpirt vajzën e saj dhe nuk ka asgjë në botë që mund ta ndryshojë këtë fakt. Ajo tha se njerëzit që duan vërtet nuk lëkunden nga zërat e rrëmbujshëm dhe se marrëdhënia e tyre është më e fortë se çdo thashëthem. Megjithëse aludimet vazhdojnë të qarkullojnë online, familja e tyre mbetet e bashkuar, e qetë dhe e bindur se koha do t'i mbyllë të gjitha dyshimet. Nuk ka tradhti, nuk ka dram, ka vetëm dashuri, tha ajo, duke mbyllur kështu një herë mirë zërat që janë përhapur në mënyrë të pajustifikueshme.